Krizë për vota gjithandej. Votat nuk i pati sot as Friedrich Merz, që synon të bëhet kancelari i Gjermanisë. Përpjekja e liderit konservator për të bërë kancelari i 10 i Gjermanisë që prej luftës së dytë botërore ka dështuar në raundin e parë të votimeve në Bundestag. Ati i munguan vetëm 6 vota në ditën kur të gjithë presnin që të fitonte me lehtësi. Merzit i duheshin 316 nga 630 votat në Bundestag në procesin e fshehtë të votimit. Ai siguroi vetëm 310 vota. Partitë tani janë rigrupuar dhe po diskutojnë për hapat e ardhshëm, mirë po nuk është e qartë se sa gjatë do të zgjasë krejt ky proces. Dhoma e Olët e Parlamentit, apo siç njihet si Bundestagu gjerman, ka 14 ditë afat për të zgjedhur kancelarin nga shumica absolute. Nëse kjo shumicë dështon, kushtetuta ja mundson presidentit që të emërojë një kandidat që fiton shumicën e votave si kancelar, ose edhe ta shpërndajë Bundestagun dhe të shpallë zgjedhjet e reja. Merz synon të bëhet pasardhës i Olaf Scholz, qeveria e cilit ra në vitin e kaluar. Përveç çështjeve të rëndësishme ndërkombëtare si lufta ruse në Ukrainë dhe përballa me politikat e Amerikanit Donald Trump, Merz në rast se bëhet kancelar, do t'i duhet të përballet edhe me pyetjet për të ardhmen e partisë së djathtë ekstreme, AfD-s. Partitë kryesore të Gjermanisë kanë refuzuar të bashkëpunojnë me këtë parti.